Po shoh portale nga këto. Portalet negative që vazhdojnë me këto lajmet që bëjnë boom, që shesin edhe që sigurisht i ndryshojnë kontekstet e bisedave. Çfarë lloj kafshë mund t'jem unë që të them njerëzit e varfër e meritojnë që t'jenë të varfër? Konteksti miq ishte, sipas nëse doni ta shikoni e keni tek videot që vjen pas kësaj video. Konteksti është që ka 3 lloj dembelësh në këtë botë. Ka dembel, shumë dembel dhe dembel të lindur. Kështu që nëse je dembel, je 40 vjeç, edhe vazhdon rri, edhe pret, edhe thua, unë ngela, e meriton. Atë që ke, e meriton. Kështu që shtro bythën, shko puno, edhe shko fitoj legët, sepse ka shumë punë atje jashtë, edhe s'ke pse të rish i varfër. Okej? Dhe nuk po flisja fare për ata njerëzit që lindin në vende problematike ose me deficienca sociale etj. Okej? Ishte për këta lloj njerëzish dhe për këta po flisnim. Vazhdimisht biseda ishte për këtë lloj gjendje. Qetësoni miq, edhe bashkohuni me ne kur të ndihmojmë të varfrit, mos bëni kot moral kështu nëpër Instagram.